Së pari, në emër të tetovarëve, përshëndesim vëllezërit tanë prej qyteteve tjera. Tash, më lejoni ta përshëndes kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, zotrin Mendo Thashin. Kryetarin e Kuvendit Qendror të Partisë Demokratike Shqiptare, zotri Argur Xhaferin. Kandidatin për kryetar shteti, doktor profesor Mirusha Hoxhën. Si dhe kryetarin e ardhshëm të komunës Tetovës, doktor profesor Kati Bexhetin. Tani të ftojmë të na drejtohet kryetari i Kuvendit Qendror të Partisë Demokratike Shqiptare, zotri Argur Xhaferi. Të nderuar vëllezër dhe motra, faleminderit për këtë mbështetje kaq madhështore, fushatën ka fundi, kritika, premtime, për të gjitha këto dhe të rënë, do të metem dy gjëra në kujtesën e popullatës, dhe ata që merren me historinë e popullit shqiptar në këtë arsye. Çështja e parë që mbeten kujtesë është sinizmi i Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët konstatojnë se kjo fushat ka qenë qetë, me që s'paska zhënka dhe destabilizim të vendit. Po natyrisht se ata e kryen misionin e tyre, ata janë në pushtet dhe prandaj s'ka zhënka. Kur s'janë në pushtet, ata inicojnë konflikte të ndryshme. Çështja e dytë që merret me kujtesë është ndarja definitive e rrugës strategjike të shqiptarëve dhe të Maqedonëve. Shqiptarët të pirë nga PDSH-ja thanë se nuk do të tolerojnë largimin e Maqedonisë nga kursi strategjik që të jenë anëtare të NATO-s. Shqiptarët e kësaj radhe të pirë nga PDSH-ja deklaruan se nuk do të ketë tolerancë nga ndarja në këtë rrugë që inkuadron Maqedoninë në Unionin Evropian dhe NATO. Prandaj më lejoni një të konstatoj rolin strategjik të shqiptarëve në këto procese të thella strategjike dhe historike. Ju falenderoj për mbështetje. Ju keni lejtë tash në listë të dy marrën të komunikacionit të Tani ftoj në foltore bartësin e listës për këshilltar të komunës Tetovës, zotri Durim Luma. Vai, pé! Vamos se valor, não se valor.